Dhe shkojmë tek loja e parë. Unë apo personazhi im? Na shpjegoj një çike gon që ç'është kjo? Të futemi brenda kësaj loje. Në fakt loja e parë është filmi im, por ndryshe. Okej, përgatitem një sekond. Tani ka lezet. Tani ka lezet. Syzat nuk janë të lira. Por I shkojnë formatit tënd. I shkojnë formatit tënd. Tani, Matias, do të themi një titull filmi të njohur, po themi, dhe ti duhet të imagjinosh si do ta realizoje vetë në stilin e ambient. Dhe të përshkruash me një fjali dramatike dhe një aktor shqiptar që do ta zgjidhje për protagonist. Okej, po shumë shkurt këto. Do ta nisun me Jokerin për shembull. Si do ta realizoje në stilin e ambientit, si regjisor që je, dhe cili do të zgjidhje për protagonist në vend të Joaquin Phoenix. Ha, ose Heath Ledger. Ose Heath Ledger. Okej, ose Heath Ledger. Një para do bëhet drejtues emisioni në televizion të madh. Se mjaftueshëm jam klouna për që tash pa make-up që dalin në atë lloj mënyre, aktor kryesor për ta luajtur do kisha zgjedh vetëm Neritan Liçen për këtë. Okej. Bukur, më pëlqen. The Pursuit of Happiness. Jo, është Fight Club. Okej, po vazhdojmë tek The Pursuit of Happiness dhe cilin do zgjidhje si aktor protagonist dhe si do ta imagjinoje skenarin. Le të themi që janë babi është një person që do që çuni të vazhdoj biznesin e tij, ku diun, kasap. Çuni do të vazhdoj të artet dhe jati rropatet për t'i paguar shkollën dhe vazhdon historia siç do vazhdoj. Qofse do zgjidhsha një person që tregon vuajtjen vetëm me anë të syve, edhe pas syt fare mos i kishte, është Mehdi Malkaj. Okej. Nice. Tek për shembull The Revenant. Po. Si do ta bëje dhe këdo kishe në vend të Leo DiCaprios? Po ta ndryshojmë pak. Është për Gjuetin Mal. Në malet e Shqipërisë që kemi Alpe kaq bukura. Veri apo në jug, po them veri se ka male më të larta. Dhe nuk do veja mashkull, do veja femër, Olta Dakun. Wow. Daku është njeri, nëse unë do bëja te filmi im. Kam pas dikur mendim që do të ishte ai burri fort te filmi që folëm shpar që ishte Reshat Arbana, por fatkeqësisht nuk kam mundësi më të aktoroj dhe ndrova rolet. Gjeta një femër të fuqishme që është Olta Daku që unë kam frikë, pavarësisht se duhet shumë si aktore, dhe Mehdi Malkaj, një person pak më i zbutur që normalisht jep atë ngrohtësinë e tij. Po Olta Daku në rolin e Revenant do ishte fantastike. A Star is Born? Ti bëj skip? Mund t'i bëj skip? Nuk pëlqen. Po pse? Nuk e di pse. Diçka që lidhet me musicalin apo? Jo, musical përgjithsisht, domethënë ai Jokeri mund të ishte. Pse po themi ndodh edhe në rastin e Jokerit, edhe tek muzikale të tjerë. Te Jokeri më pëlqeu sepse delusioni që ata kishin ishte i portretizuar me këngë, pra kishte motiv që e bënte këtë gjë. Thjesht out of nowhere fillosh këndosh, domethënë imagjinojnë një jetë reale. Ti thjesht duke fol tu, filloi të këndoj, çohen montazhierët, çohet vjen ai ujit nga jashtë, ke parasysh. Filmi edhe bëhet film indian. Film indian. Edhe pse mua do më pëlqente që të paktën për një aktore kryesore, protagoniste shqiptare të ma jepje një emër. Po themi Ema Andrea? Që është më shumë këmbëtor për mendimin tim? Okej. Vazhdojmë tek tani këtë them nga këta unë. Shiko, do të them këtë Don't Look Up prap me Leo DiCaprio. Po filmin tani, jo për Leon. Po, filmin. Për aktoren Jennifer Lawrence mos gabojmë, ëh? Po. Që është, me që e përmendëm shpar, ishte fantastike Aurelia Gaçi, një tip. Okej. Me që e përmendëm, po me që jemi të freskët. Si do ta bëje tani këtë film? Do e bëja me konspiracionin që ka Alfred Çaku. Sa i madh që. Me një histori, çfarë do histori ka? Dielli ka rrezet e ftohta për shembull. Më qira fjala për ata që na shohin ka neutrale sepse nëse shpjegim shumë madh fizik që unë e di. Që e di prej librave, jo se e di unë se jam i paditur për këtë pjesë. Dhe merr një histori të tillë që shkojnë te kriministria dhe kriministria nuk e ngjon fjalën se kanë ndërmend të bëjnë do sjellë një artist nga jashtë, të bëjë një koncert të liçenit për Sipemët,